A është e mundur që demokracia, pra, qeverisja nga populli, të jetë në të vërtetë thjesht një mit i bukur? A ka mundësi që pavarësisht se si e quajmë sistemin ton, pushteti i vërtetë jetë gjithmonë në duart e një pakice të vogël e të organizuar? Kjo është pyetja tronditëse që shtroi një mendimtar italian më shumë se një shekull më parë. Në këtë analizë do të zbërthejmë idetë e tij për të parë se sa të vlefshme janë sot. Le të fillojmë direkt me argumentin e tij thelbësor. Kjo këtu është deklarata thelbësore nga teoricieni politik Gaetano Mosca, dhe dëgjoni pak. Ai nuk po thotë se kjo ndodh ndonjëherë apo në disa vende të caktuara. Ai argumenton se ky është një ligj i hekurt i shoqërisë njerëzore. Gjithmonë dhe kudo ekziston një pakicë që sundon dhe një shumicë që sundohet. Ky pohim kaq i guzimshëm në thelb shkatronte çdo mit mbi të cilin ishte ndërtuar, si demokracia përfaqësuese, ashtu edhe ideja e barazisë socialiste e kohës së tij. Mirë. Kjo është pyetja logjike që lind menjëherë, apo jo? Si ka mundësi që një grup i vogël njerëzish të arrijë të dominojë vazhdimisht një masë shumë më të madhe? Përgjigja e Moskës nuk ka të bëjë me inteligjencën superiore apo forcën fizike. Dhe për të gjetur përgjigjen e tij, së pari duhet të kuptojmë se nga vjen ky mendimtar, pra kush ishte njeriu që pa diçka që të tjerët e anashkaluan. Pra, kush ishte ky njeri që bëri një pohim kaq radikal? Gaetano Mosca nuk ishte thjesht një akademik i mbyllur në kullën e tij të fildishte. Përkundrazi, ai ishte thellësisht i përfshirë në botën politike që analizonte, dhe kjo përvojë drejt për drejt i dha teorisë së tij një realizëm të fortë që e dallon atë. Jeta e tij ishte, le të themi, një laborator për teorinë e tij. Duke u rritur në Siçili, ai pa me sytë e tij se si manipuloheshin zgjedhjet dhe si fjalimet e mëdha për liri shërbenin thjesht për të fshehur shtypjen. Më vonë, si redaktor në parlamentin italian, dhe pastaj si senator, ai vëzhgoi drejt për drejt se si një grup i vogël elitar manovronte gjithçka prapa skenave. Dhe kulmi i karrierës së tij ishte qëndrimi parimor kundër Mussolinit, duke treguar sa ai e kuptonte fare mirë rrezikun e pushtetit të pakontrolluar. Pra, pika thelbësore është kjo. Kur Mosca flet për një klasë sunduese, ai nuk po spekulon. Ai po përshkruan atë që pa me sytë e tij për dekada me radhë në zemër të makinës politike italiane. Kjo përvojë praktike i jep një peshë dhe një besueshmëri të jashtëzakonshme analizës së tij. Tani, le të zhytemi në mekanikën e teorisë së tij. Si funksionon saktësisht ky sundim i pakicës? Mosca identifikon disa koncepte kyçe që e shpjegojnë këtë fenomen universal. Le të fillojmë me bllokun e parë ndërtues. Ky është koncepti qendror, klasa politike. Vini re fjalët kyçe, e vogël dhe e organizuar. Për Moscon, kjo pakicë nuk përcaktohet nga pasuria apo prejardhja fisnike, por nga aftësia e saj për të vepruar në mënyrë të bashkërenduar. Janë ata grupi që kontrollon levat e shtetit, ligjet, administratën, ushtrinë, burimet publike. Janë ata, drejtuesit e vërtet të anijes. E po, kjo na kthen te pyetja jon fillestare dhe këtu qëndron thelbi i argumentit të Moskës. Përgjigjja e tij është befasuese në thjeshtësinë e saj, por thellësisht domethënëse. Nuk është magji, është thjesht një fakt i veprimit kolektiv njerëzor. Tani, ajo që është vërtet interesante këtu është logjika. Imagjinoni pak 100 njerëz në një dhomë. 10 prej tyre kanë një plan, komunikojnë vazhdimisht dhe veprojnë si një blok i vetëm. 90 të tjerët janë individ të izoluar, pa asnjë lloj koordinimi. Mendoni për një çast, kush do ta kontrollojë dhomën? Përgjigja bëhet e qartë pothuajse menjëherë, grupi organizuar prej 10 vetash. Ky është parimi që Mosca e ngre në një ligj universal politik. Megjithatë, vetëm organizimi nuk mjafton. Njerëzit nuk binden vetëm përmes forcës. Thellë, ata duan të besojnë se po i binden një parimi më të lartë, diçkaje të drejtë. Dhe këtu hyn në lojë formula politike. Është mbulesa ideologjike e pushtetit. Ajo është ndërron forcën e zhveshur në autoritet legjitim, duke e bërë sundimin shumë më efikas dhe më të qëndrueshëm. Këto formula, sigurisht, ndryshojnë me kalimin e kohës. Në mesjet ishte e drejta hynore mbretërave. Në demokracitë moderne, formula më e fuqishme është vullneti i popullit. Në shtetet komuniste ishte përfaqësimi i proletariatit. Ndërsa sot, gjithnjë e më shumë dëgjojmë formulën e ekspertizës shkencore ose politikave të bazuara në të dhëna. Të gjitha këto, sipas Moskës, shërbejnë të njëjtit funksion, justifikimin e sundimit të pakicës. Mirë, por kush arrin të jetë pjesë e klasës sunduese? Këtu Mosca fut konceptin e forcave shoqërore. Këto janë atributet që një shoqëri i vlerëson më shumë,
në një periudhë të caktuar. Pra, për të kuptuar kush sundon, duhet të pyesësh: çfarë vlerëson më shumë kjo shoqëri? Trimërinë, pasurinë, dijen? Klasa sunduese përbëhet gjithmonë nga ata që zotrojnë forcën shoqërore dominuese të epokës së tyre. Historia na jep shembuj të qartë të kësaj ideje. Në shoqëritë primitive, ku mbijetesa varej nga forca, luftarët sundonin. Në shoqëritë teokratike, priftërinjt. Me zhvillimin e tregtisë, u ngrit një elitë plutokratike e bazuar në pasuri. Edhe në shtetet moderne, komplekse, ekspertët dhe burokratët bëhen gjithnjë e më të fuqishëm. Kjo tregon se teoria e Moskës është dinamike, përbërja e elitës ndryshon bashkë me shoqërinë. Kjo na çon në një pikë tjetër thelbësore. Klasat sunduese nuk janë të përjetshme. Ato janë në një gjendje të vazhdueshme transformimi, një proces që Moska e përshkruan me shumë finesë, duke identifikuar dy forca të kundërta që veprojnë vazhdimisht. Çdo klasë sunduese përballet me këtë tension. Tendenca aristokratike është dëshira për të qëndruar në pushtet, për ta trashëguar atë, për të bërë një kështjellë e mbyllur. Nga ana tjetër, tendenca demokratike është nevoja për të thithur gjak të ri nga shtresat e ulta, për të mbetur energjike dhe e përshtatshme. Një shoqëri e shëndetshme, sipas Moskës, arrin të mbajë një ekuilibër mes këtyre dy forcave. Dhe kur tendenca aristokratike dominon plotësisht, fillon dekadenca. Elita bëhet e paaft, e shkëputur dhe e paaft për të përballur me sfidat e reja. Kjo krijon një vakum që shfrytëzohet nga një kundër elite e re, e cila ngrihet nga masat për të marrë pushtetin. Pra për Moskën, revolucionet nuk japin fund sundimit e elitës. Ato thjesht zëvendësojnë një elitë të vjetër e të lodhur me një të re e ambicioze. Mirë, kjo teori u formulua më shumë se një shekull më parë. A ka ende vlerë në botën e sotme të teknologjisë, globalizimit dhe lëvizjeve populiste? Le të shohim se si zbatohen idetë e tij në shekullin ton, në shekullin e 21. Kjo është pyetja që duhet të na shqetësojë të gjithëve. Nëse pranojmë premisën e Moskës, atëherë duhet të pyesim: cilat janë forcat shoqërore dominuese të kohës sonë? Cilat grupe të organizuara i kontrollojnë këto forca? Analiza e tij na ofron një mjet të fuqishëm për të identifikuar qendrat e vërteta të pushtetit. Dhe kur e aplikojmë këtë lente në botën tonë, pamja bëhet shumë e qartë. Për shembull, elitat e Silicon Valley kontrollojnë forcën shoqërore të informacionit dhe përdorin një formulë politike të progresit dhe lidhshmërisë. Elitat financiare kontrollojnë kapitalin dhe legjitimohen përmes efikasitetit ekonomik, dhe një elitë teknokratike e ekspertëve ushtron ndikim përmes formulës së meritokracisë dhe politikës së bazuar në shkencë. Këto janë shembuj modern perfekt të koncepteve të Moskës. Dhe çfarë ndodh me populizmin? Nga këndvështrimi i Moskës, lëvizjet populiste nuk janë një rebelim kundër sundimit e elitës në vetvete. Ato janë një shembull klasik i qarkullimit të elitave. Një kundër elite re mobilizon pakënaqësinë e masave për të rrëzuar elitën ekzistuese, por pas fitores ajo krijon elitën e vet sunduese me rregullat dhe formulën e saj politike. Në fund të ditës, mesazhi më i rëndësishëm i Moskës është një thirrje për vigjilencë dhe realizëm. Kur lejojmë veten të besojmë verbërisht në mitologjinë e sovranitetit popullor, ne në thelb çermatosohemi intelektualisht. Ne nuk arrijmë të shohim se kush e ka vërtet pushtetin. Teoria e Moskës na detyron të pyesim pa pushim e pa iluzione: kush sundon? Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, goxha provokuese. Nëse nuk mund ta eliminojmë klasën sunduese, atëherë çfarë duhet bëjmë? Për Moskën, qëllimi nuk është të pretendojmë se elitat nuk ekzistojnë, por të krijojmë institucione që i mbajnë ato të hapura, konkurruese dhe të përgjegjshme. Ndoshta vlera e vërtetë e demokracisë nuk qëndron në iluzionin e vetgjeverisjes popullore, por në aftësinë e saj për të kontrolluar, kufizuar dhe civilizuar pakicën e pashmangshme që do të sundojë gjithmonë.